një projekcion të Kombeve të Bashkuara në fakt që thot deri në 2100-ën pas Ukrainës që popullsia i bie me këto ritme me 61%, atje ka një farë sensi se janë vend në luftë. Vendi i dytë është Shqipëria, 57%. Llogaritë që Shqipëria do t'i redukohet në 57% deri në 2100. Pikërisht, pra sepse presupozohet që do zvogëlohet së popullat, do jetë pjesa pjesa më e moshuar që do qëndroj këtu, të rinë tendencën e kam dhe kanë shkuar jashtë për të rikthyer pra këtu, atëherë duhet parë se çfarë duhet bërë, cilat janë mekanizmat. Në këto arsye, Mondi, pikërisht të kësaj, sidomos të emigracionit të rinjve dhe për lindjen e ulët, cila është ajo që të shqetëson më shumë? Emigracioni është një problem shumë shqiptar, si më thonë, sepse ne jemi vend i vogël, sado që jemi vetëm i bukur për mua në Europë apo në botë, njerëzit largohen, shqiptarët largohen prej Shqipërisë. Pse? Sepse nuk shohin, duke qenë një vend i vogël, ti nuk ke fuqi të mjaftueshme për të pasur siguri në zhvillimin tënd. Nuk krijon hapësira të mëdha për të eksploruar, për të zbuluar, për të krijuar, për të zhvilluar. Pra zhvillohesh më pak se të tjerët. Sado të investohesh në aspektin politik, në aspektin ekonomik, në të gjitha rastet, duke qenë një vend i vogël, zhvillohesh më pak se të tjerët. Kjo është perspektiva jonë e përjetshme në kuptimin sa kohë jemi të vogël. Prandaj na kanë coptuar të tjerët fqinjit me një fjalë. Na kanë bërë veç e veç. Së dyti, pra nuk shohin një perspektivë zhvillimi në të ardhmen tonë. Së dyti, pavarësisht se jemi vendi më i bukur, realisht jemi vërtet vend shumë i bukur. Moshat e reja kanë vështirë që ta shohin perspektivën e tyre thjesht në pozita pasive, duke u kënaqur në një vend të bukur. Por ata duan të zhvillojnë veten dhe vetja e tyre, identiteti i tyre e kërkojnë atje ku ka lëvizje, ku ka zhvillim. Prandaj këtë tendencë do ekzistoj gjithmonë. Natyrisht që perspektiva jonë kërkon që ata të rikthehen, ose ne të krijojmë kushtet e domosdoshme që këtu të shikojnë një perspektivë në pronën në familjen e tyre, në shtëpinë e tyre, një perspektivë zhvillimi të ndryshme. Prania zhvillimit turizmit për shembull është një nga drejtimet ekonomike më të rëndësishme që shton kontaktet tona me botën dhe njëkohësisht i bën shqiptarët që ta njohin kulturën botërore, kulturën e zhvilluar këtu në Shqipëri. Dhe kjo është një mundësi dhe një hapësirë që na krijon ne për të qëndruar këtu. Natyrisht ne nuk mund të përdorim iniciativat e rusëve që kanë ndërmend sot Olona e Dimir këto. Sot po përgatisin të marrin vendime të rëndësishme, si për shembull të heqin energjinë elektrike mbas orës 10. Mbas orës 10 në mënyrë që të shtohen familjet. Po, është vërtet e kanë dëgjuar. Të kenë mundësi të shpërdohen. Ne prandaj kemi qenë më shumë se në kohën kur kemi pasur drita me sa duket. Kemi bërë punë të shtëpisë. Po ne me drita gjithmonë, prandaj ka vetëm një fëmijë, si më thënë. Edhe ti mund nuk shqyë shumë. Ti patë tendencën të kërkoje vajzë. Me që jemi këtu, Mondi, si na ndikon atëherë në këto pasojat kulturore të një vendi? Fakti që largimi është kaq masiv i të rinjve, çdo të bëhet me këtë kulturën tonë, se pam si kemi shkuar 10 vitet e fundit, po 10 vitet e ardhshme. Integrimi kulturave është një mundësi që njerëzit jo të shkojnë, por edhe të kthehen, të lëvizin, të vinë, të shohin, të bëjnë ose shkëmbimet kulturore, prania e të huajve në Shqipëri, dhe më thënë, se s'do mbetemi puro shqiptarë, do jemi të përzierës. Si që jemi përzierë në Ballkan, të gjithë është vështirë të gjesh një komp të pastër, edhe në përgjithësi edhe ne do përzihemi. Natyrisht që zhvillimi, përfshirja në procesin e zhvillimit evropian do na bënte që të ndjeheshim, si më thënë, në shtëpinë tonë.
Dhe kjo dështonte interesin e të rinjve për të rritur, për të zhvilluar, për të riprodhuar këtu. Sepse Kjo është një... Po, Mondiq, mos të ndërpresim, nëse... Kjo, natyrisht, ne nuk mund të parashikojmë dot zhvillimet e perspektivës, sepse zbulimet e mëdha që janë, ose papritura që sjell zhvillimi i shoqërisë sot, i bën njerëzit që të parashikojnë vend të sotmen, edhe të sotmen janë pasigur. Jo, dakor, por ne marrim shkas nga çfarë ka ndodhur këto vitet e fundit, Patjetër, po. prandaj jemi pak skeptik te surprizat. Kjo të tregon në fakt por që kemi një surprizë.